Dy nene që shkojnë kundër njëra tjetrës. Nenet mund të kenë kolizion njëre me tjetrin, mos përputhje, po është në frym ngjerë me filozofi të institucioneve të sistemit që ato të mos mbetin në vakum. Kryeministri Kurti është në detyrë dhe thelbi problemi nuk është, mendoj këto. Gjithë ky diskutimi madh publik po bëhet në base për të zhvendosur vëmendjen, e kuptoj rëndësinë e respektimit të procedurës, sepse është më rëndësishme në demokraci. Thelbi problemit është a mund të bëhen institucionet si kur dhe a ekziston praktikisht ky vullnet i partive politike sot që janë certifikuar mandatet e tyre nga KQZ-n Kuvend Kosovës. Unë nuk shoh që as partia e parë dhe as partitë të tjera po nxitohen të ngarendin për të ndërtuar formula për formimin e institucioneve. Kjo është shqetësuese për mendimin tim. Njerëzit i kanë votuar këta që të i formojnë institucionet, që të ulen bashkë, që të gjejnë një gjuhë të përbashkët, sepse as ligjet në fuqi, as kushtetuta jonë nuk është pengesë që Kosova të mos ketë qeveri. Janë pikërisht këta dhe nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme, e që unë po dyshoj që gjitha shenjat indikatorët janë që as njëra apo as pala tjetër e ndarë, palë tjera të ndara, në këtë rast PDK, AK dhe LDK nuk po shoh që kanë zgjidhje. Kanë vullnet vërtet të vendosur për të formuar qeverinë, ashtu sikur që edhe partia Zotit Kurti po kapet për do të copa periferike ligji, në ditën shanë gjykatat, pas dite e çon kërkesën gjykat kushtetuese, Alban Krasniqi, burri Albolina Haxhiu, antar i KQZ-s, të shkoj deri në atë nivel, nuk është hera parë, i thot bërllog gjykatësve, është ofendim për sistemin gjyqësor. Unë mendoj që në këtë situatë, edhe paneli zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa, por edhe gjykata supreme duhet ta bëjnë transparent në detaje dhe të mos rinë brenda zyreve aty, me qenë se kemi një parti të parë dhe sulmon direkt, nuk është hera parë, ata duhet ta bëjnë të qartë justifikimin pse kanë vendosur që të mos i trajtojnë ose të mos i akceptojnë shqetësimet, siç ka thënë VV, për manipulim e deformim të rezultat zgjedhor, se bëhet fjalë për votat me post, kryesisht, dhe nëse ata nuk e bëjnë atë, heshtin, unë e di që nuk janë njerëz të votuar dhe duhet ta bëjnë punën vet, por ky sulm jo i pari është vimësi e këtij subjekti politik që ndërton narrativ të rënd për sistemin e drejtësisë, është goditje direkt për sistemin e drejtësisë. Megjithatë në gjykatë kushtetuese janë duke ankimuar aty. Çu bo me shoh gjykatën supreme e PZAP-n, e me i besu tash gjykatës kushtetuese, për të cilën po ashtu më herët